Krijohet klubi diplomatik i Ministrisë së Jashtme nën kujdesin e veçantë të bashkëshortes së kryeministrit të Shqipërisë, zonjës Liri Berisha. Klubi, krijuar pranë institucionit të diplomacisë shqiptare, ka për qëllim të ofrojë diplomatëve të huaj një njohje sa më të gjerë të thellë të Shqipërisë dhe promovimin e saj. Zonja Berisha nënvizoi se në këtë klub do të përpunohen ide për të ndihmuar shoqërinë shqiptare për rolin e gruas në politikë, ndihmes të shtresave sociale në vështirësi e të tjerë. A mund të bëj diçka ky klub dhe ne si anëtare të tij? Nuk kam qenë kurrë e pasigurt i përgjigjem pozitivisht kësaj pyetje, kur kam qenë bashkë me shumë të tjera si ju sot, të cilat sikundër unë besojnë se mund t'ja dalin. Secila prej nesh dilemave të tilla u përgjigjet pozitivisht. Ne mund t'ja dalim të zhvillojmë veprimtari të ndihmës të ndihmojmë shoqërinë në mbrojtje të ambientit, në përkrahje të shtresave sociale që nuk e kapin dot ritmin e zhvillimit dhe të integrimit, veprimtari për të drejtat e fëmijëve, të grave, për rolin e tyre në shoqëri e në politikë, e sa ide të tjera që unë mendoj se secila prej nesh këtu i ka brenda vetes. Ne gratë me ndjesitë tonë, ndjeshmërinë tonë, preokupimin dhe përkushtimin që na karakterizon për të përballur me probleme të çdo lloji natyre, jemi plot me ide, ndaj dhe jam e bindur se do ta shndrojmë këtë klub në një gjenerator të këtyre ideve dhe për më tepër në një zbatues të konkretizimeve të këtyre ideve. E nëse dikush pyet se si do ta bëjmë, ku do ta gjejmë kohën, financimin, energjinë, unë do t'i përgjigjem me një citim. Nëse unë të jap një monedë dhe ti më jep një mua, ne të dy do të kemi nga një monedë. Nëse unë të jap një ide dhe ti më jep një ide tjetër, që të dy do kemi nga dy ide. Janë ide që gjenerojnë zhvillim. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë që parat të sjellin ide. I kemi të gjitha, mjafton guximi, vullneti për të guxuar, sepse shërbimi ndaj tjetrit është vlera më e bukur njerëzore. Krijimi i klubit diplomatik është shfrytzuar nga modele klubesh të ngjashme në botë. Në ngritjen e këtij klubi një ndihmës të veçantë ka dhënë bashkëshortja e kreu të prezencës së OSBE-s në Tiranë, zonja Ana Marie Wolfart, e cila ka punuar gjatë në klubin gjerman diplomatik Mirësevini në Berlin. I'm happy to have the opportunity to... Jam e lumtur që kam mundësinë t'ju ofroj përvojën time 6 vjeçare me bordin e klubit Mirësevini në Berlin, me rastin e hapjes së klubit Mirësevini në Tiranë. Do ta shihni që nuk është vetëm një klub, por shumë më tepër se kaq. Është një forum, një platformë dhe në kuptimin e vërtet një situatë ku fitojnë të gjithë. Ne ndërkombëtarët do të kemi mundësinë që të takojmë shumë zonja shqiptare, ndërsa shijojmë një program të gjerë aktivitetesh kulturore dhe informative. Ne do të kemi një mundësi për të ndarë përvojat, për të bërë miq, do të kemi mundësinë që të njohim shumë vende interesante, të mësojmë më shumë për Shqipërinë, qytetet e saj, historinë e saj, për të mbledhur fonde për bamirësi dhe për të shijuar jetën. Gjatë ceremonisë kanë marrë pjesë kryetaria e Kuvendit Jozefina Topalli, përfaqësues diplomatik, zyrtar të lartë të shtetit, ministra, përfaqësues të shoqërisë civile e të tjerë.